Presidenti serb Aleksandar Vučić ka akuzuar fqinjet rajonal, përfshirë edhe Shqipërinë, se ka mbështetur dhe nxitur demonstratat antiqeveritare që janë mbajtur në Serbi në 2 vitet e fundit. Sigurisht kishte shumë njerëz që dilnin në rrugë dhe ata mbështeteshin shumë nga vendet rajonale, shërbime sekrete rajonale, gjë që nuk është një sekret i madh, për t'ju thënë të vërtetën për këdo, tha Vučić. Vučić theksoi rolin që sipas tij ka luajtur Kroacia në trazira që kanë ndodhur në Serbi, por theksoi se një rol edhe më aktiv ka pasur Shqipëria dhe Kosova. Ishte shumë e qartë se kroatët ishin thellësisht të përfshirë dhe po fshehin kriminal nga Serbia, që akuzohen për krime dhe vepra shumë të rënda penale. Po përmend vetëm një, por mund ta imagjinoni se çfarë ndodhi në Prishtinë, Tiranë dhe disa qendra të tjera rajonale, thoi ai. Udhëheqësi serb pretendoi gjithashtu se edhe organizatat amerikane, përfshirë USAID dhe Fondi Kombëtar për Demokraci, po stërvitnin njerëz se si të punonin kundër të terrorizonin qeverinë e tij. I pyetur nëse kishte prova për akuzat e tij, Vučić pretendoi se kishte mjaftueshëm, por nuk dha detaje të mëtejshme.